tregët të tjerë. Janë politikë. Jemi rikthyer, kam kënaqësinë do të na bashkohet pra në këtë diskutim edhe Morena Boja, pedagoge. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën, Morena. Kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Duke diskutuar për strukturën e modelit ekonomik në Shqipëri. Zonja Mani përmendi që kemi një model ekonomik i cili bazohet tek ndërtimi, turizmi e kështu me radhë, por që i qëndron për shtat, le të themi, një ekonomie të zhvilluar dhe jo një ekonomie në zhvillim siç është Shqipëria. Atëherë po, kjo është shumë interesante, siç e thati zonja Elita, që jemi në një udhkryq, ose si më thënë, kemi ardhur në fund të rrugës, në fund të një procesi. Ne kemi arritur në stadin ose në fazën kur ne quhemi ekonomi as e varfër, as e zhvilluar. Pra jemi një ekonomi e mesme në fazën e zhvillimit ekonomik. Është shumë e lehtë në terma ekonomik ose në teoritë ekonomike, është shumë e lehtë kalosh nga një vend i varfër në një vend të ecësh, pra të arritësh ekonominë, të arritësh mirëqenien, të arritësh të ardhurat për njerëzit dhe të kalosh në atë që është ekonomia e mesme. Por është shumë e vështirë në mos e pamundur që nga një ekonomi e nivelit të mesëm të kalosh në një ekonomi të zhvilluar. Pra, nuk po them se mund të krahasoheshim, por një ekonomi e varfër, për shembull ekonomia e Bangladeshit dikur ose Indis dikur, por edhe ne, domethënë në vitet 90 kur u mbyll u shkatrua çdo gjë, ne kaluam vërtet shumë shpejt pra drejt nivelit të ekonomisë të mesme, por tani në këtë stad që jemi ne nuk e kemi shumë të vështirë të bëhemi si Gjermania, të bëhemi si Italia, por qoftë edhe vendet më pak të pasura ose më pak të zhvilluara të Europës. Pra ky është problemi jonë. Dhe problemi është që nga ana ekonomike nuk ka teori, si më thënë, ose nuk janë të vështirë shembujt dhe të vështirë mekanizmat që ta bëjnë të mundur që nga kjo fazë zhvillimit kemi ne të ecë shpejt, ose të bësh hapa përpara, pra të shpejt dhe të kesh një ritëm të lartë drejt të qenit një vend më i pasur, më i zhvilluar. Këto kërkojnë, ai ekonomisti do ta bënte atë sigurisht do merrte çmimin Nobel, pra nëse do të gjente mënyrën se si nga një vend i mesëm kalon në një vend të pasur. Por dhe duket që hapat, dhe në fakt ne ndjejmë që hapat ose aksionet, veprimet që duhen marrë nuk janë masa ekonomike, dhe shumë herë janë masa të tjera që qëndrojnë jashtë ekonomisë, pra janë masa institucionale, janë masa të tjera, pra që nuk lidhen direkt me ekonominë. Ne kemi provuar nga ana ekonomike dhe shumë teori të ndryshme ose forma të ndryshme, për shembull më përpara kishim taksimin e sheshtë. Taksimi i sheshtë vërtet ndihmoi që të rritej ekonomia dhe po të shikojmë grafikët, kemi rritje ekonomike pra nga taksimi i sheshtë, e ka sjell atë ndikimin e vet në ekonomi dhe në të ardhurat. Kaluam në taksimi progresiv, edhe taksimi progresiv ndoshta jo me aq forcë, si më thënë, sa taksimi i sheshtë, por po ashtu është treguar pozitiv, pra kemi rritje ekonomike dhe madje rritje ekonomike të qëndrueshme. Pra nuk është se mund të provosh modele të ndryshme, që njëherë po bëj taksimin zero ose njëherë po bëj taksimin e fortë dhe do të japin rezultate. Pra jemi në një fazë ku duhen ndërhyrje shumë të forta, ndërhyrje më së shumti institucionale, për të dhënë shpejtësi, për të ndryshuar. Pra tani mund të duhen ndërhyrje të forta, që mund të jenë nga shumë plane, shumë rrafshe, kështu me radhë. Por unë dua të mbetem tek ajo çfarë ka ndodhur përgjatë 36 viteve. Pra nëse kemi pasur ne që mundësinë që të ndërtojmë një model të qëndrueshëm ekonomik, dhe nëse kjo nuk ka ardhur, nuk ka ndodhur, cilat kanë qenë pengesat kryesore? Atëre, në periudhën e dytë, 2000-2010, një nga specifikat ishte tërheqja e investimeve të huaja, që i dhanë frym fillimit të lëvizjes së ekonomisë, të ndërtimit të industrisë së lehtë, të investimeve të tjera, që mbështesin ekonominë shqiptare dhe pati një, të themi, ekonomi të qëndrueshme. Po që të kesh ekonomi të qëndrueshme duhet jenë të tëra në bashkëpunim me njëra tjetrën, duhet jenë në ekuilibër, duhet jenë mbështetëse. Politika që mbështesin dhe ne themi, kemi zhvillimin e ndërtimit, kemi zhvillimin e turizmit, kemi politika mbështetëse për strategjinë dhe diversifikim të energjetikës për burime miqësore dhe me mjedisin dhe të diversifikuar, përveç atyre hidro.
por ne nuk kemi politika mbështetëse për bujqësinë, për agropërpunimin, për sektor brenda. Pra nuk ditëm të mbështesim sektor të cilët ne jemi një vend që kemi specifika, ne kemi natyrën, ne kemi detin, ne kemi gjithçka, kemi nën tokën, ne jemi të bekuar nga Zoti, por nuk I kemi në ekuilibër zhvillimet e të gjitha këtyre të mbështetura me politika. Specifika e 10 vjeçarit të fundit, ne kemi largim të investimeve të huaja. Ke stabilitetin politik që ndikon, korrupsioni që ndikon, të themi I perceptuar klima politike, përgjithsisht. E perceptuar apo reale, është klim politike që investitorët e huaj, ata duan garanci për një ekonomi të qëndrueshme dhe jo të fragmentizuar siç e kemi neve. Ose vetëm këtu dhe kemi të ardhura, që dhe ato nuk janë të mbështetura nga investimet e popullatës shqiptare nga brenda. Kemi investime në turizëm, kemi në infrastrukturë që mbështesin zhvillimin e turizmit, duhet ta pranojmë që rikualifikimi I qendrave urbane të qyteteve të gjitha këtyre, infrastruktura rrugore që u bën, kanë ndihmuar në këtë, por nuk kanë mbështetur këto të tjerat. Faktikisht ne nuk kemi një ekonomi të qëndrueshme, që ta kesh të qëndrueshme duhen politika fiskale, duhen politika doganore, duhen politika për eksportin, duhen politika që ti të mbështesësh prodhimin vendas, të paksosh importin, që do të thotë të vendosh bariera për produktet e importit dhe të mbështesësh politika, të bësh politika që të mbështesin prodhimin vendas, si në bujqësi, agropërpunim, industri të lehtë, apo dhe në shërbime. Pra, janë që të bësh një ekonomi të qëndrueshme, duhen shumë politika të vështilla domosdoshmëria për të ndërhyrë, pra edhe për të krijuar një paket politikash që duhet të jetë integruar. Ka dhe një gjë, kur flasim për politika fiskale, duhet kemi parasysh që ne nuk mund të bëjmë politika fiskale të taksimeve të diferencuara, se këtë s'na e lejon Bashkimi Evropian. Ai do politika fiskale të barabarta, si brenda dhe jashtë. Por ti si vend mund të bësh politika lehtësuese, për shembull në lidhje në rimbursimin dhe kreditimin e karburanteve, apo me subvencione që ti rrisësh, me grante. Pra, politika të brendshme. Ne jemi vend që jemi kandidat për të bërë antar të Bashkimit Evropian dhe jemi të detyruar të respektojmë të gjitha marrëveshjet që ne kemi në raport me integrimin ton gradual apo të shpejt. Të mbrosh prodhimin vendas nuk është mëkat, e bëjnë edhe vendet e zhvilluara, kështu që mbështesin prodhimin vendas dhe ndërtojnë bariera për importet. Pikërisht. Po. Morena, lidhur, dua të mbetem pak tek investimet e huaja. Pra, portofoli investimeve të huaja, që edhe nëse e shohim se çfarë ka ndodhur, gati 1/3 është e kanalizuar tek sektori I ndërtimit. Si dhe a është e mundur pra që të orientohen pikërisht investimet e huaja drejt sektorëve dhe duke mbështetur pra sektorin prodhues? Është e vërtet në fakt që vitet e fundit në Shqipëri ndërtimi është një ndër sektorët që është zhvilluar dhe është investuar së shumti. Edhe pse kam thënë dhe herë të tjera që për mua është një ndër sektorët më problematik dhe që nuk ka teori ekonomike që e shpjegon situatën në të cilën janë çmimet e apartamenteve apo të pasurive të paluajtshme në vendin tonë. Ashtu si që përmend edhe në studio, unë mendoj që ne kemi nevojë për ekonomi të qëndrueshme dhe për ekonomi prodhuese. Sektori I ndërtimit mund të ofrojë zhvillim momental, por në kontekstin afatgjat nuk është I qëndrueshëm. Aktualisht sektori I ndërtimit, për shembull, flitet që ka bllokime ose jo të gjithë njerëzit kanë akses për të blerë pasuri të paluajtshme dhe kjo patjetër që sjell bllokime edhe të sistemit ekonomik ose të qarkullimit të parave. Unë mendoj që është më shumë e domosdoshme që ne të shfrytëzojmë burimet natyrore ose asetet që kemi në dispozicion dhe të zhvillojmë ekonomi prodhuese si e vetmja formë për të krijuar ekonomi të qëndrueshme. Patjetër që dhe turizmi është një avantazh që ne kemi, pra e dim gjithë që kemi avantazh krahasues në turizëm, por që dhe turizmi ka nevojë për suport që të zhvillohet, por më shumë suport për bizneset, por
suporti për bizneset vjen nga politikat qeveritare. Dhe duke pasur parasysh investimet e huaja dhe sektorin e bujqësisë, që është një sektor që ka ardhur në të kurrje. Në Shqipëri nuk ka pasur investimet të orientuara drejt këtij sektori, edhe për shkak të gjithë problemeve që Pra pavarësisht të gjitha nismave apo granteve të dhëna për Shqipërinë për të zhvilluar sektorin, në fakt jemi shumë amator në krahasim qoftë edhe me vendet e rajonit. Si që tha edhe në studio, unë shikoj shumë të arsyeshme dhe shumë të drejtë që të ndërmerren politika të cilat të ndihmojnë prodhuesit vendas nga produktet e huaja dhe në këtë këndvështrim nuk ka asgjë të keqe që ti të krijosh të gabuar, që të krijosh politika nëpërmjet të cilave ti ndihmon prodhuesit vendas dhe ndihmon në krijimin e një ekonomie të qëndrueshme vendase. Në fakt, nuk ndjehem as pak mirë kur shikoj të dhënat nga importi dhe faktin që ne jemi të varur në një mënyrë të frikshme nga produktet e importit, qoftë edhe për produkte që ne kemi për konsum bazik, ndërkohë që nëse ne stimulojmë prodhimin vendas ose nëse stimulojmë disa sektor të caktuar për agropërpunim ose për industri tjeshta të cilat mund të bëhen shumë lehtësisht edhe në Shqipëri, do ishte një avantazh shumë i madh për ekonominë vendase, por edhe për vendin në tërësi. Dhe mendoj që duhet të rishikohen jo vetëm me suport nga njëra anë, po nga ana tjetër dhe me lehtësira fiskale ose me dhënien e një farë granti financiar apo përjashtim nga taksat për një periudhë caktuar, pra derisa ato të mund të stabilizohen ekonomikisht, sepse dihet që konkurenca është tmerrsisht shumë e lartë dhe është e vështirë patjetër që një biznes made in Albania, pra që futet në sektorin agropërpunues për shembull, të konkurojë qoftë edhe prodhues që vinë nga vendet e Ballkanit. Kështu që mendoj që është shumë e domosdoshme që të ndërhyhet për dy arsye, sepse e para mund të konsiderohet si një sektor prioritar në të ardhmen, por edhe për faktin që kemi një pozicion gjeografik dhe një klim shumë të mirë, kështu që është e mundur që të realizohet që të zhvillohet si sektor. Unë dua mund të ishte patjetër. Unë duhet të shtoj diçka në vazhdim të çfarë u tha. Vendi tonë strategjikisht në politikë bërje ne kemi një sfidë jashtëzakonisht shumë të madhe për të normalizuar këtë sektor të bujqësisë dhe agropërpunimit, për të rritur vlerën produkteve bujqësore. Është i shoqëruar specifikisht me largim masiv të të rinjve. Kemi fshatra të tëra që po kthehen vetëm me gjyshrit, me prindrit, në jug, besoj edhe në veri duhet jetë i njëjti problem, nuk ka më kushkullosi tufat, dhënd, dhit, pra ne kemi një rënje të prodhimit bujqësor si të produkte bujqësore, ashtu dhe atyre blektorale. Numri për kokë i baktive, i gjedhve dhe këtyre... E trajtuam pikërisht një gjë të tillë dhe i vum në duke gjitha problematikat që ka sektori. Që ti strategjikisht ta fuqizosh këtë sektor, duhet të investosh duke mos pasur të rinj, ty të ngelet të investosh në teknologji shumë të larta që të përputhen me këtë specifik tonën të fermave të vogla 1 deri në 2 hektar për mekanikë bujqësore, futush inteligjencën artificiale që t'i ndihmojë. Tipologji fermash i kemi lënë jashtë edhe skemave të mbështetjes. Nuk ka si të fuqizohet bujqësia jonë dhe agropërpunimi. S'ka se si. Edhe ky është diskutim dhe debat i ndarë, sepse mendohet që do të krijojmë një mbështetje apo një model mbështetjeje, subvencioni social, duke ardhur në ndihmë edhe këtyre kategorive që mund të jenë pra kësaj tipologjie fermash që janë të vogla, por në masë, sepse zën 80% edhe më shumë, apo duhet të ndërtojmë një mbështetje dhe një model mbështetje ekonomik duke fuqizuar ato të cilat janë më prezente sot në treg, pra ka një strukturë më të madhe. Nëse mund të shtoj diçka për atë që u tha, pra jo domosdoshmërisht duhet jenë si përmarrës shqiptarë, pra nëpërmjet strategjive ose
Për t'i orientuar, pra domosdoshmëria që t'i orientosh. Mund edhe të ftohen investitorë të huaj, por që të ftosh investitorë të huaj. Po me problematikat e pronësisë që kemi ne, kush do vinte në problematikat e pronësisë që Problematikat e pronësisë dihen ndër vite edhe dihet shumë mirë se çfarë ka shkaktuar. Pa siguri për investitorin. Ligji, por nëse duam që ta zhvillojmë, unë besoj që ka mënyra dhe ne mund të gjejmë zgjidhje. Njëra anë mund t'jetë mund t'investohet në teknologji, pra duke qenë se unë kam një deficiencë të forcës punëtore dhe në zonat saktuara ka shumë pak popullsi, patjetër që teknologjia mund t'jetë një opsion, por sot me marrëveshje ose me kontrata me agjensi punësimi, plot biznese kanë gjetur zgjidhje dhe për të punësuar kapital njerëzor përveç se teknologjisë. Po, fermeri i vogël nuk ka mundësi Fermeri i vogël nuk ka mundësi që të marrë fuqi punëtore, të blej fuqinë punëtore të huajin. Kur vjen koha e sezonit të grumbullimit të ullirit, ata tashmë ka ngelur vjet, ulliri ka ngelur pa mbledhur pikërisht se nuk kishin më as të rinj, as blinin dot fuqinë punëtore dhe mblodhen aq sa ç'mundeshin vetëm familjarët dhe ne... Nëse ne duam që ta zhvillojmë industrinë, unë nuk besoj që zhvillohet me 2, 5 apo 10 fermer të vegjël. Në vendet e zhvilluara, ato që ka një industri agropërpunuese të zhvilluar, patjetër që fermeri i vogël do vazhdoj të punojë dhe do mbetet i tillë, por ato kanë krijuar kooperacione ose bashkëpunime ndërmjet gjithë fermerëve. Në Shqipëri, për shembull, ka nisur si iniciativa ose si praktika, por për shkak të arsyeve të ndryshme, qoftë edhe të koordinimit apo edhe për shkak të përfitueshmërisë së ulët sektorit, nuk ka pas interes. Nuk u del frika duhet të tekstojmë këtu. Fermerëve tanë nuk u del frika nga koncepti kooperativave të periudhës së socializmit që ishte në 40 vjet rresht. Vetëm nëse incentivat janë më bindëse. Pra, nëse kanë dështuar shumë herë iniciativat, kanë dështuar. Ka edhe diçka, sepse ato është e vërtet që mund të ketë ose kushtëzuese post-trauma nga komunizmi, sepse pjesa më e madhe e individëve që bëjnë fermerin janë patjetër individ cilët kanë lindur edhe kanë jetuar edhe gjatë komunizmit. Pra, ka shumë pak të rinj që kanë ndërmarrë iniciativa në këtë sektor. Por mendoj që nëse do ishte një strategji kombëtare për zhvillimin, qoftë trajnimin, qoftë ofrimin e bashkëpunimeve ndërmjet tyre, pra është e vërtet që unë ftoj investitorë tuaj të prodhojnë, por nga ana tjetër jap mundësi edhe fermerëve vendas të bëjnë pjesë e bashkëpunimeve të ndryshme, atëherë mendoj që do të funksionojë. Patjetër që zhvillimi edhe në harmoni me të gjithë, sepse nuk është ideja që unë të krijoj një kompani shumë të madhe prodhuese dhe të falimentoj ato fermerët e vegjël që janë në këtë sektor, sepse patjetër që i takon dhe atyre të jenë pjesë e programeve të zhvillimit. Ashtu siç e ka edhe gjithë Europa, pra ke shtetet cilat kanë një industri shumë të fuqishme ose një sektor bujqësor shumë të fuqishëm, dhe që të gjithë kanë akses, pra jo vetëm ai biznesmeni i madh në këtë sektor, por edhe fermerë të thjeshtë se vinë me paketa të ndryshme. Ka dhe diçka se fermeri jon apo dhe industritë saktuara këtu te ne përballen, ne kemi dhe një sistem tjetër, kemi oligopolin, kompani të ndryshme të njëjtës industri që na sillen si monopol. Ne kemi në disa industritë dhe janë politikat underground të tyre dhe investimi në lobimet të tyre që nuk lejojnë të zhvillojnë dhe të ngrihen në politika dhe mbështetje strategjike të sektorëve të caktuar. Dhe në agropërpunim edhe në bujqësi. Mendoj, pastaj janë shumë të tjerë, edhe te preferencat e konsumatorëve, sepse edhe konsumatorët deri tani duke qenë të lidhur më shumë me brende që nuk janë made in Albania. Dhe nëse kanë zgjedhje, një pjesë e mirë e tyre zgjedh produkte të cilat nuk janë made in Albania sepse shikojnë një produkt prodhuar në Itali ose në Gjermani si një produkt më të sigurt se ai shqiptar. Kështu që në këtë pikë mendoj që nuk është thjesht suportimi i sektorit edhe zhvillim nga njëra anë, por nga ana tjetër është edhe bindja e konsumatorëve që edhe produktet që ne prodhojmë made in Albania janë produktet prodhuara gjithashtu sipas standardeve, janë të certifikuara
dhe që mund të konsumohen pas një lloj probleme. Sepse unë di plot kompani shqiptare të cilat prodhojnë patjetër me teknologji shumë të mirë, me produkte të certifikuara, të sterilizuara e të gjitha, dhe kanë vështirësi aksesi në treg, sepse konsumatorët janë të bindur që nëse ky produkti është made in Albania, nuk është i certifikuar siç duhet ose nuk është prodhuar ashtu siç duhet. Ndërkohë që mendoj që dhe garancia që kemi për produktet që vijnë nga importi është relativisht e ulët, duke marrë në konsiderat ndryshimet e datave të skadencave, kontaminimin në përpaketime, transport. Por merret prirja është që merret mirëqona produkte, po. Atëherë, meqense po bëjmë një diskutim makroekonomik dhe lidhur me politika të mëdha, domethënë, dhe për thelbin e ekonomisë, nuk besoj që është bujësia ajo që na shtyp përpara. Bujësia mbështet. Bujësia i mbështet. Nëse duam strategji të qëndrueshme, ajo mbështet. Bujësia është një sektor i cili ka nevojë për sektorët e tjerë. Pra janë sektorët e tjerë që kanë fitime, industria, turizmi, shërbimet. Një pjesë e këtyre fitime pastaj merret dhe investohet në bujësi. Pra bujësia është ajo që pret dhe bujësia funksionon me grante. Pra gjithë politika e përbashkët bujësore në Europë që ka 60 vjet funksionon me grante. Pra fermerët janë përfitues dhe bujësia është mbështetje e zhvillimit, por nuk është motor bujësia. Edhe po të shikojmë Spanjën, i cili është vend që mban me ushqime i gjithë Europën. Dhe po të shikojmë Hollandën, nuk është bujësia që është zhvillimi, por përkundrazi. Edhe Gjermania ka bujësinë shumë zhvilluar, por janë parat që vinë nga shitja e Mercedesve, nga shitja e teknologjisë, të cilat subvencionojnë bujësinë. Në këto kushte, cilat duhet të në pararoj. Pikërisht, prandaj ne duhet zhvillojmë sektorët e tjerë, pa pasur sektorët të tjerë të zhvilluar, nuk mund të zhvillohet as bujësia jonë. Dhe për fat të mirë, bujësia jonë mund të zhvillohet, por do të zhvillohet nga politika e përbashkët europiane. Pra do të zhvillohet nga Bashkimi Evropian. Do të përfitoj grante, do të jetë përfituese kryesore e granteve, si në gjitha vendet e lindjes. Ne besoj që do të marrim shumë grante, do të përshtatemi me politikat europiane, do ndiqen pothuajse të njëjtat skema. Dhe bujësia shqiptare mund të vihet në funksionim të plot dhe me standarde, sepse dje e tha dhe kryeministri që praktikisht ekonomia, ajo industria përpunuese nuk ekziston, nuk plotëson asnjë standard. Madje nëse ne mund të futemi në Europë në 2030, do të presim deri në 2035 për shkak se nuk kemi standardet ushqimore. Dhe kjo mund zgjidhet vetëm fal ndërhyrjeve që do të bëjë Bashkimi Evropian, sepse ne vetëm nuk e dalim dot. Pra, kush janë ndërhyrjet? Kush janë ndërhyrjet? Pra, ndërhyrjet janë vlera e shtuar. Vlera e shtuar që do të krijojë ekonomia jonë. Kush janë këto vlerat shtuara që mund të krijojë ekonomia jonë? Për fat të mirë, një vlerë shtuar janë pikërisht pasuritë natyrore. Tani Europa po rishikon industrializimin, pra po shikon me përparësi industrializimin dhe po kërkon minerale. Dhe mineralet po i kërkon afër vetes. Dhe ne jemi në gjendje, të paktën për një pjesë të tyre, ta plotësojmë të kërkesat e Europës. Pra nëse tek ne do të investohet në mënyrën e duhur për mineralet, për eksportin e tyre dhe veçanërisht për përpunimin e tyre. Pra, që të bëjmë përpunime cikël plot, qoftë rafinimin, qoftë nxjerrjen finale të mineraleve, do të jetë një boom shumë i madh ekonomik për Shqipërinë. Dhe sigurisht që do të marrë ndihmë edhe nga Europa për këtë. Por siç e thash në fillim, nuk është e thjeshtë, pra do të ishte çmim Nobel ai që është në gjendje të ndërtojë teori ekonomike ose për ta bërë të mundur kalimin, kapërcimin nga një ekonomi e nivelit mesëm në një ekonomi më të zhvilluar. Shembuj kanë në botë, në fakt, edhe nuk është se kanë ndjekur në një teori të mirëfillt ekonomike, shumë janë futur, domethënë janë zhytur aty, për shembull ky është rasti i Koreas së Jugut, ishte një vend tërësisht agrar, dhe që e bëri me forcë industrializimin dhe arriti pra që të kalojë në një ekonomi të zhvilluar. Një shembull më pranesh është Polonia. Në shembull në Europë është Polonia, e cila me hyrjen në Bashkimin Evropian bëri një kapërcim gjigant drejt një ekonomie të zhvilluar dhe është bërë sot nga ekonomitë kryesore të Europës. Dhe shembulli polak mund të jetë një shembull. Madje kujtoj që disa ditë më parë kisha në studio profesorin Arjan Gjonqa dhe solli në vëmendje rastin e Polonisë, duke qenë se pati një hop, një zhvillim Polonia, solli largimin e
thuaj se 5 milion emigrantëve që kanë ikur nga Europa dhe të kthehen në Poloni. Kishin ikur pra nga Polonia dhe ishin rikthyer për shkak të niveli i jetesës tani është më i mirë ose mund të fitojnë më shumë në Poloni se sa në vendet e tjera. Dhe kjo është ajo se e solli në vëmendje sepse për të hequr paralele se çfarë mund të ndodhë në Shqipërinë pas 2030-s. Pa u dukur utopike, por e arritshme. Nëse mund të them diçka për sa i përket Polonisë, pra Polonia është një model interesant në Europë për sa i përket zhvillimit, sepse po të shikosh periudhën gjatë komunizmit ose deri në vitet 90 kemi qenë në të njëjtën situatë dhe po ta analizosh Poloninë pas viteve 90 e deri sot, po konkuron edhe shtetet më të fuqishme ekonomikisht të Europës. Me aq sa unë kam lexuar për Poloninë, ka një sistem shumë ndryshe nga ne, dhe që mendoj që është shumë e vështirë në kushtet dhe në situatën që ne jemi që të transformohemi aq shumë sa që është transformuar Polonia që pas viteve 90 e deri sot. Kjo lidhet me shumë faktor. Së pari, Polonia ka shumë më shumë sipërfaqe se ne, burime shumë më shumë dispozicion, dhe ka një sistem politik qeverisës shumë herë më funksional, pra ka politika publike shumë herë më funksionale dhe një qeverisje më transparente. Pra në Poloni çdo gjë është digjitale, pra nëse ti do të propozosh një politikë publike ose do të bësh pjesë e procesit vendimarrës, nëpërmjet programeve dhe aplikacioneve digjitale bësh pjesë shumë lehtësisht, dhe për më tepër ato dhe buxhetet i miratojnë me e-participation, pra qytetarët mund të marrin pjesë dhe mund të përcaktojnë prioritetet se ku duhet të investohet dhe çfarë konsiderojnë ato si prioritet. Patjetër që është një vend që mund të merret si shembull, po mendoj që jemi shumë larg sepse profesori, nëse e përmendi pak më parë në studio, që është shumë e vështirë që të krijohet një teori ekonomike ose një model ekonomik që ne të kalojmë nga situata aktuale në një ekonomi të zhvilluar. Unë mendoj që ekonomia nuk është e ndarë nga politika. Pra, ne përveç se duhet gjejmë një model ekonomik që ta përdorim, ne duhet kemi dhe një qeverisje shumë të mirë. Pra, transparente dhe që menaxhohet shumë mirë. Në opinionin tim, ekonomia, politika ose dhe element të tjerë, pra sociodemografi, kulturor, geopolitik janë të lidhura bashkë dhe nuk funksionojnë veçma, sepse unë mund të jem shumë kompetitiv ekonomikisht, po nëse nuk kam politika qeverisës se ashtu si duhet, atëherë nuk mund të zhvillohem, ose u përmend pak më parë që kanë rënë investimet e huaja dhe është e vërtet që nuk jemi më atraktiv. E dini pse? Njëra ndër arsyet është fakti që kemi një ndryshueshmëri shumë të shpesht të pagës minimale. Nga njëra anë duhet, pra ne duhet ta ndryshojmë pagën minimale, po për një biznes të madh nuk tregon element qëndrueshmërie. Është një ndër aspektet që kemi marrë vërejtje, le të themi, edhe nga institucionet ndërkombëtare. Jo vetëm ajo, është perceptimi i korrupsionit i bën që mos të kenë guximin të investojnë, e konsiderojnë një klimë biznesi të paqëndrueshme. Klima politike ka shumë falë. Klima politike ka shumë rëndësi, veçanërisht marrëveshja politike që kanë forcat politike. Në Shqipëri, ne kjo na ka munguar, dhe një nga arsyet që vendi jonë nuk ka përparuar shpejt, dhe ne shikojmë vështirë ecën përpara pikërisht sepse nuk ka dakordësi midis forcave politike. Dhe kjo ka ndodhur në vendet e tjera. Gjithmonë, pra, nuk mund t'i kopjojmë vendet e tjera, por duhen marrë si shembull. Për shembull, nëse shikojmë Finlandën, një nga gjërat që duhet bëjmë, pra një nga ato aspekte të ekonomike, një nga ato veprime të ekonomike që ne duhet bëjmë, është fuqizimi i arsimit. Pra, jemi drejt teknologjive të reja, po futet inteligjenca artificiale, po çdo gjë po bëhet online. Në nevojiten vlerat shtuara, dhe vlerat e shtuara nuk krijohen nga punëtorët e thjeshtë, domethënë punëtorët e krahut, krijohen nga njerëzit që kanë njohuri, që kanë dieni. Një kapërcim të tillë për shembull e bëri edhe në aktualisht kur diskutohet për ato që mund të konsiderohet kriza më e madhe, mungesa e fuqisë punëtore. Edhe në këtë rast, debati, diskutimi dhe teoritë janë të ndarë. Ata të cilët e konsiderojnë këtë
një krizë që do të cilë pasoja në vimësi, ndërkohë që ka të tjerë analistë, profesorë, të cilët gjykojnë që zgjidhja që qëndron pas këtij problemi është pikërisht teknologjia, inovacioni, që do të lehtësojnë dhe do të bëjnë të mundur që disa profesione të cilat nuk mund bëhen, pra do të zvendësohet njeriu. Edhe këtë e bëri Finlanda. Finlanda bëri një marrëveshje politike, të gjithë forcat politike u bën bashkë që ne do të zhvillojmë sistemin e arsimit. Dhe të gjithë besoj e kam parë në media, sidomos në social media, ku merret të drejtim. Jo, nuk ka një hapas. Kanë sistem ndryshe nga komplet pjesa tjetër globale. Se është që sistemi edukativ, sistemi arsimor në Finlandë shumë i zhvilluar, dhe në ndryshim nga ne, nuk ndryshojnë kurikula, nuk ndryshojnë provimet, nuk ndryshojnë tezat, nuk ndryshojnë librat, se ndryshojnë qeveria. Pra, është një sistem për cilët palët ka rënë dakord dhe ndiqet ai model. Dhe përparësi jepet profesionistëve, pra në momentin që është vendosur që do të bëhet kjo gjë, bëhet ajo gjë. Ndërsa ne ndryshojmë se ndryshojmë forcat politike, ndryshojmë librat, kurikulat dhe më shpesh dhe çdo gjë tjetër. Një shembull tjetër është Suedia. Suedia me sistemin e pensioneve. Nuk duhet të harrojmë që pensionet janë një nga ato gurët që e mbajnë në ujë ekonominë tonë, që e mbajnë të zhytur ekonominë tonë. Po, do ta sjellim atë me Suedin ishte ai krahasimi, një model ekonomik vlerë, pra që sjell vlerë të shtuar dhe një model ekonomik që është në kufijnë të mbijetesës. Po, pikërisht. Do ta sjellim atë, por përpara se të shkojmë aty tek domosdoshmëria, e konsideron këtë transformimin mision të pamundur? Dhe për të cilë pak në vëmendje, duke qenë se nuk kemi edhe shumë kohë, pra faktin që energjia, turizmi dhe inovacioni janë konsideruar si sektor prioritar dhe me potencial. Janë sektor potencial realisht, por i qëndroj asaj që thash pak më parë, që janë sektor që duhet të jenë në bashkëpunim me njëra tjetrën strategjikisht, në politika dhe në mbështetje, duhet të jenë në ndërlidhje me të gjithë këto sektorët e tjerë, që mos përsëris një bujësia përpunimi, turizmi, se këto bien vlerat e shtuara, duhet të jenë të mbështetura, por ne kemi një problem të madh. Sado teknologji të avancuara ne të blejmë, sado politika mbështetëse të ndërtojmë, në qoftë se ne nuk fillojmë nga mbështetja e njësisë bazë të gjithë shoqërisë tonë dhe të gjithë shoqërive të familjes për të rritur popullatën tonë, ne flasim kot. Pasi ne kemi më shumë se sa 2 vite që ne na dominojnë vdekjet krahasuar me lindjet. Ne nuk kemi kushti përdori teknologjit. Ne duhet të ndërtojmë politika mbështetëse për ndërtimin e familjeve të reja, të cilat sot për hir së vërtetës nuk kanë mundësi financiare me të ardhurat familjare të tyre, as të blejnë apartamente që të kenë, se ky është sistemi jonë dhe jemi vend kaq i vogël në atë. Nuk e kanë mundësinë që të venë atje ku është puna. Unë e kam filluar karrierën nga Tirana në Bulqis në ato vite, kur ja u them sot dhe i motivoj që shkoni kërkoni punë atje ku është, më mirë i pari fshatit se i fundit në qytet dhe kam arjer këtu në Tiranë. Po si mbështete ndërtimin e bërthamës së re të familjes, me politika ne nuk na vlejnë as teknologjit dhe as politikat mbështetëse të tyre. Pra duhet ta fillojmë, në qoftë se themi një arsim të mbështetur dhe të përshtatur me të gjitha ndryshimet e teknologjive për kurikulat e për gjitha këto, ne s'kemi më të rinj dhe fëmijë në auditore. Dhe ajo vete zinxhir. Po të bësh një studim që të shikosh kush është perspektiva e kësaj industrie është shumë e zypt. Se ke nga parashkollori, nga kopshi, te nëntëvjeçarja, te gjimnazet, vjen gjithnjë më pak që mbështesin gjithë këtë strukturë dhe gjithë këtë industri. Me qënë se përmënde universitetet, se sa të rëndësishme janë në këtë procesin transformues që duhet ndërmeret, e kemi pasur ne këtë, pra që të ndërtojmë ura, ndërveprimi, bashkëpunimi me universitetet? Janë përpike shumë të vogla. Ne nuk e kemi në qasjen tonë që industrit e ndryshme, problemet e tyre t'i adresojnë për zgjidhje tek akademia. Se akademia për hir të së vërtetës dhe kudo në botë është akademia, universitetet, ato që marrin problemet e industrive dhe japin zgjidhje. Madje është dhe një çështje që ka filluar që nga vitet 75, kur sistemi universitar arsimor mbeti pa fonde dhe u kthye në vetë financues duke gjetur këto zgjidhje të urave të bashkëpunimit. Në Shqipëri nuk e kemi. Nuk e kemi që biznesi, problemet e veta t'i adresoj tek akademia që t'i zgjidhin, se duen armate tërë që të zgjidhin një çështje dhe t'ja propozoj
si për strategjinë dhe zgjidhjen e problemit, si për brandingun dhe për probleme të tjera. Nuk e kemi. Do të ishte një mundësi shumë e mirë. Hollanda ka këtë sistem, ka sistemin e LIX, pra lidhjen midis akademisë ose universitetit, biznesit dhe fermerëve. E kanë shumë vende, dhe Amerika e ka. Është që nga 75-a që ka filluar këtë trend. Tek ne interpretuar gabim, pra tek ne donin ta përfshinin për shembull atë universitetin bujqësor. Po Universiteti Bujqësor, roli i tij ishte trajnim fermerësh. Nuk bën Universiteti Bujqësor trajnim fermerësh. Trajnimi fermerëve e bëjnë vetë fermerët ose e bëjnë kulion OJF-t, po nuk mund të bëjë Universiteti Bujqësor. Roli i universitetit është rol tjetër, shumë i madh. Pra, edhe njerë që tentuan keq kuptuan rolet. Tani, shohim vetëm 9-ën, sepse nuk kemi shumë kohë, është tabela e fundit, regjia, pra krahasimi i modeleve, ekonomik Spanjë dhe Shqipëri. Shumë e largët atje, nuk... Po, e kemi edhe këtu. Krahasimi, zoti Fico. Jo, unë doja të thoja edhe diçka për Suedisë, me qëse po flasim për Spanjën, sepse është shumë interesante roli i Suedisë, sepse dhe aty në Suedi kemi një marrëveshje politike, pra të gjitha forcat politike, duke parë krizën që ka, sepse si që thati zonja Elita, ne kemi probleme demografike. Pra sot kemi më shumë pensionistë se sa të rinj, kemi më shumë të ata që marrin pension se sa ato që kontribuojnë për pensionin. Pra këtë Suedia e zgjidhi me anë të një marrëveshje politike dhe u morën vesh të gjitha palët, që nuk do të ketë pra premtime të kota, që nuk do të ketë që sa herë ka zgjedhje të rritën pensionet ose të bëhen premtime ose ku diun të bëhen skema, të bëhen pagesa që vënë në vështirësi pastaj gjithë ekonominë ose gjithë skemën. Dhe zgjidhën pra gjetën mënyrën që ta gjedhin që skemat funksionojnë mbi bazën e rritjes ekonomike. Dhe kjo është një marrëveshje politike, pra të gjitha forcat politike në Suedi kanë rënë dakord që ligji është ky, ligji nuk preket, nuk vendoset nga kryeministri i Radhës ose qeveria e Radhës. Dhe të gjithën e keni me deklaratën që ka bërë kryeministri. Deklaratën dhe jo vetëm se është konkretizuar diçka lidhur me faktin që rritja ekonomike, pra, ajsa do të shënjoj ekonomia rritje, do të shkoj, madje edhe në rastin e kësaj krize, kryeministri përmendi që të ardhurat shtesë në buxhet do të shkojnë për pensionistët. Okej, ndërsa lidhur me Spanjën është... Nuk e zgjidh kjo. Nuk e zgjidh se kemi vajtur një punon, një mbulon për pension, nuk e zgjidh. Duhet afatgjat, mbështet strukturën bazë me politika nxitse për shtimin e popullatës dhe të rinjve, në atë të fillojë zinxhiri vogël i ekonomisë gradualisht. Dhe kjo është strategji shumë afatgjat. Na duhet një 20 vjeçar që të më këmbemi nga kjo që po na ka ndodhur. Pra, krahasimi me Spanjën është marrë jo rastësisht, meqense Spanja pra është një vend i madh prodhues bujqësor, dhe Spanja pati ndërtimin dhe pati bumin e ndërtimeve dhe gjithashtu ka dhe turizmin, por si ndryshojmë ne nga Spanja përveç territorit më të madh që ka Spanja, është sepse Spanja ka në radhë parë ka të zhvilluar industrinë. Pra është prodhuesi i dytë i makinave në Europë, pra prodhohet kulion Seat ose makina Volkswagen, Ford ose makina tjera. Dhe ka marka globale dhe banka globale, si banka Santander ose marka të veshjes si Zara. Pra, ka një ekonomi shumë komplekse. Bujqësia mund të kapi 3-4% të GDP-s ose diçka më shumë, por në radhë parë pra është industria ajo që është motori, nuk është as ndërtimi, as turizmi. Pastaj lidhur me bujqësinë është ajo që tha më parë që Spanja funksionon në bazë kooperativave. Pra fitimi shpërndahet, fitimi nuk ju mbetet pak duarve, por shpërndahet në mira në 100.000 fermerë spanjoll, për shkak se ato janë pjesëmarrës të një kooperative, pra janë bashkëpunues dhe arrin të marrin dhe vlerë të shtuar sepse produkti del me vlerë të plot. Dhe madje kooperativat funksionojnë në 2 nivele, pra funksionojnë në nivel prodhimi dhe funksionojnë në nivelin e përpunimit dhe tregtimit. Dhe pronësia është e njëjtë, pra pronësia është përsëri e fermerëve të dyja niveleve. Ndërsa tek ne fitimi ju mbetet atyre që shesin, ju mbetet pikave të grumbullimit. Ky është një nga problemet më të mëdha që ka bujqësia jonë, që punën e bëjnë fermerët dhe fitimin ju ngel pikave të grumbullimit, pra eksportuesve ose tregtarëve, të cilët nuk e rikthejnë mbrapsht vlerën e shtuar, ndërsa vlera e shtuar në Spanjë ngelet pikërisht tek ato që punojnë. Turizmi është turizëm 1 vjeçar, pra është turizëm e kohët, jo turizëm si me kohë të shkurtuar si tek ne.
është që pastaj ajo që e përmendim që çdo vend në Europë tani ka një krizë demografike, pra Spanja është e detyruar të punojë me emigrantë, madje së fundmi po bën legalizimin e një numri shumë të madh emigrantëve, por këtu pikërisht aq më tepër ka rëndësi edukimi tek ne, pra që të forcohet shkolla, të forcohet edukimi, që shqiptarët mos ngelin punëtor krau, por si në Spanjë, si në Europë, të jenë në rolet të menaxhuese, të jenë në rolet të drejtuese për ata atyre që bëjnë punët. Dhe tjetra është ajo që tham, pra ndryshmëria që nuk shteti dhe konsensusi, pra paktet afatgjata. Spanja kur pati atë krizën e 2008-s u bën një pakt politik, u bën një pakt social që kjo është rruga, kjo është zgjidhja dhe mbi atë bazë u veprua. Tani janë të njëjtat aspekte, por fakti se si i menaxhon një vend në raport me një vend tjetër. Pra, industri, bujqësi, turizëm, se u duk dhe më mirë që e sollëm tani në fund se sigur bëm një rikapitullim, le të themi, të gjithë bisedës. Aspektet cilat ne i diskutuam janë të njëjtat, mënyra se si menaxhohen dhe politikat që ndërmerren në mbështetje të tyre janë ato që bëjnë diferencën. Nëse për Spanjën këto përkthehen në avantazhe dhe sjellin rritje ekonomike, për Shqipërinë janë pikat e dobta të cilat ndërtojnë një ekonomi të paqëndrueshme. Unë mendoj që në vendet europiane personat që janë politikisht ekspozuar ose që merren me hartimin e politikave ka një përgjegjësi shumë më të lartë në krahasim me ato që kanë individët që merren me hartim politikash në Shqipëri. Por kanë dhe një reagim qytetar shumë herë më të lartë. Pra, në Shqipëri ne kemi arrit në fazën që nuk na bën përshtypje çfarëdo lloj ligji që të hartohet apo politike që miratohet, ndërsa në vendet e Europës nuk të lë njëri, pra nuk të lë. Jemi më indiferent. Miratosh, po, patjetër që po. Jemi më indiferent për fat të keq, ka një por zgjuar, pra. Edhe kjo duhet parë pse ka ardhur. T'ju them një gjetje timen. Ne përballemi për ditë me skandale të denoncuara, të mbështetura në prova, në fakte, janë aq të përditshme, sa në qoftë se të themi 10 vjet para, 7 vjet para, mund të bënte një eveniment, zbulimi një skandali korruptiv apo i çfarëdo lloj gjëje, aq shpesia kaq e madhe e tyre për ne tani përbën statistik. Dhe ca nuk shquhemi për ndonjë ndërgjegje qytetare, reagim qytetar. Na ka vdekur nervi i reagimit. Nuk na bën më përshtypje se të gjitha skandalet janë kthyer në statistika, nga shpesia shumë e madhe e tyre. Kjo është fatkeqësia jon më e madhe si popull, por ndërkohë është sepse mendoj që ato që bëjnë popull kanë emigruar dhe nëse Barcelona sot është 5.5 milion banor, ne nuk jemi as sa gjysma e Barcelonës, kështu që nuk besoj që ka ngel njëri për të reaguar. Dhe është aq e vogël Shqipëria, që ato që janë... Ndjes, ka njerëz për të reaguar, por format dhe mekanizmat që përdoren për të bërë presion, normalisht që t'u laten. Kur ti shikon se si pjesa e pushtetit që është aktuale të bëjnë luftra aq agresive brenda njëri tjetrit, normal që është një mesazh për gjithë të tjerët që janë shumë më të pafuqishëm për të qenë të friksuar për të reaguar. Reagime ka, por për fat keq, ajo drejn brain është nga pjesa e opozitës që në 13 vjet u lodh, ndihen të pashpresë dhe largohen. Nuk është se s'ka, ka. Reagojnë në format e tyre. Edhe për të sjell atë nuk është e vështirë ta heqësh nga kujtesa atë që ndodhi në Francë, kur 1 milion qytetar dolën dhe mbushën rrugët në Paris vetëm për shkak të rritjes me 2 muaj, ishte diskutimi atëherë të moshës së daljes në pension. Jo vetëm ajo, edhe fermerëve, ata lëvizin gjithë Evropa, sensibilizuan patën. Ne bllokuan pikat kufitare, bllokuan autostrada, derisa Mitsotakis u detyruan. E nisën fermerët e Francës dhe u solidarizuan të gjithë fermerët e Bashkimit Evropian, vetëm fermerët tanë nuk lëvizi asnjë. Ka edhe diçka se qarkullon edhe informacioni, ndërsa këtu tek ne informacionet shpeshherë janë aq të mbyllura dhe kur ti e zbulon që ka një gjë të re ose duhet aplikohet një ligj i ri, e ke pamundur pastaj të reagosh. Mendoj që detyra kryesore për të reaguar për çfarëdo lloj çështje, së pari është atyre që miratojnë ligjet, pra që i kanë të gjitha instrumentat. Sot ne kemi çështje nga më të çuditshmet, pra ne me 23%
taksojmë kraun e punës dhe me 8% taksojmë dividendin. Dhe nga ana tjetër themi po bëjmë taksim progresiv, por nuk duam t'ja dim se sa merr ti edhe sa harxhon, po mjafton që unë të aplikoj taksimin progresiv. Pra ne kemi disa sisteme shumë të çuditshme që mua nuk bëjnë sens logjik së pari, jo më ekonomika, po ligjor, dhe mendoj që duhet jenë përfaqësuesit që ne kemi zgjedhur, thonjza, që së pari këtë çështje t'i ngren komisionet që ato marrin projekt ligjet, apo edhe në parlament, që edhe individët ose njerëzit të kenë dieni ose të njihen me këto çështje. Ne i zbulojmë pasi janë të publikuara dhe kanë ardhur për zbatim, atëherë po kur bëhen nuk jemi detyruar thjesht i zbatojmë. Mirë, sepse kemi mbritur në fund. Morena, unë falenderoj shumë, kënaqësi që ishe me ne. Po ashtu, faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi, zoti Fico. Faleminderit për praninë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës si gjithmonë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.